t'i ndajmë pak. Rasti i Elton Tozaj dallon nga rastet e tjera sepse së pari akuzat e bëra publike nga ana e tij thotë që për shkak të disa deklaratave të bëra në media, pra deklaratave publike në funksionin e tij si gazetar, kanë ndikuar që personat të cilët ai në fakt edhe i ka etiketuar pa përmendur emra, por duke dhënë le të themi direktiva të caktuara që fare mirë shumë prej nesh apo edhe vetë institucionet mund t'i kuptojnë nëse shohin deklaratat se për kë ka folur Elton Tozaj dhe Elton Tozaj në rast se vërtetohet dhe referuar edhe një herë akuzave publike që ai bën është goditur për shkak të detyrës dhe ka një tjetër parashikim edhe në kodin penal për këtë rast.